Raporti i antarit zviceran të Këshillit të Evropës Dick Marty ka shkaktuar tronditje në Ballkan dhe reagimet kanë qenë të ndryshme, që nga përpjekjet për të vendosur ngjarjet në rrjedhë kronologjike, thirrjet për të kryer hetime penale, e deri në indinjat nga ana e Kosovës dhe e Shqipërisë. Kolegja Kelja Kostreci foli me një gazetar, investigimet e të cilit dhe kolegëve të tij ishin cituar në raportimin e zotit Marty dhe përgatiti një përmbledhje të zhvillimeve. Zoti Marty e paraqiti raportin të njëjtën në një konferencë shtypi në Paris. Très nombreuses personnes ne voulaient pas parler. Një numër njerëzish nuk dëshironin të flisnin, tha ai. Kam parë në sytë e shumë njerëzve terrorin absolut kur flitej për këto çështje. Por shumë shpejt ne zbuluam se përfundimisht këto gjëra diheshin nga një pjesë e mirë e agjencive të zbulimit në shumë vende, diheshin nga policia dhe shumë njerëz. Altin Raxhimi, një gazetar investigativ që para 2 vjet është bashkë me 2 kolegë bëri një hetim për praninë e qendrave të ndalimit të UÇK-s në Shqipëri, bie dakord. Unë e gjej të vlefshëm supozimin pretendimin e ngritur nga Dick Marty që njerëzit kanë frikë klasi 1 dhe kërkesën që ka ai që njerëzit duhet i krijohet dëshmitarëve të potencial. Duhet i krijohet siguria absolute për siguria absolute e jetës së tyre përpara se ata të ndërmarrin hapin për të folur për ato gjëra që kanë parë apo kanë dëgjuar. Zoti Raxhimi, i cili foli me zërin e Amerikës nga Montreali, Kanadas, niset nga përvoja e tij dhe thotë se njerëzit me të cilët donte të fliste kishin frikë. Ajo që gjetëm ne, se ishin 3 gazetarë që morën me këtë punë, ishte që ekzistenca e një dhome ose qelie në Kukës, në muzein mekanike në Kukës, ku gjatë kohës së luftës ushtarë të UÇK-s UÇK-ja mbante njerëz të përgosur, të cilët dyshoheshin të ishin spion ose thjesht kundërshtar politik ose për arsye të tjera. Njerëz të cilët keq trajtoheshin, rriheshin, torturoheshin dhe ka pasur raste vrasjesh. Raportimet e gazetarëve dolën përsëri në sipërfaqe me daljen e raportit të zotit Marty, pasi gjetjet e tyre ishin cituar në këtë raport. Një nga akuzat më të rënda të raportit ishte ajo për heqje dhe trafikim organesh. Prokurori serb i krimeve të luftës, Vladimir Vukčević, thotë se ekipi i tij hetues ka qenë një burim i rëndësishëm për zotin Marty, por vetë raporti nuk paraqet prova dhe nuk radhit burime. Juve pat gjatë hetimit tuaj shenja që mund të çonin në diçka të tillë? Unë nuk kam parë, kam parë kontradikta në bazë në rrëfimet që merrja për sa i përket gjërave që thoshte Del Ponte për shtëpinë e verdhë, po jo të tilla që mund më çonin në mendimin se mund të kishte ndodhur një gjë e tillë. Natyrisht që nuk mund të çonin mendimin që nuk kishte ndodhur një gjë e tillë. Gjithashtu. Por unë për vete jo. Zoti Marty ka nxitur hetime nga Euleksi për këtë çështje, por vetë ky mision u shpreh se nuk ka prova për heqjen e organeve në Shqipëri. Prokurorët dhe hetuesit e Euleksit e kanë hetuar rastin e të ashtu quajturës shtëpi e verdhë. Megjithatë, deri më sot ata nuk kanë gjetur ndonjë provë që do t'i bënte të besonin se në atë vend është kryer heqje organesh. Megjithatë, Euleksi inkurajon të gjithë që të sjellin informacione lidhur me aktivitete kriminale dhe t'ia japin atë autoriteteve të duhura. Në raport, kryeministri Hashim Thaçi akuzohet si drejtuesi një bande kriminale prapa heqjes së organeve. Zoti Thaçi i ka hedhur poshtë këto akuza. Raporti skandaloz i antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Dick Marty është një tekst i mbushur me shpifje dhe gënjeshtra. Ish prokurorja e Hagës, Carla Del Ponte, ishte e para që bëri publike në librin e saj Gjuetia dyshimet për një trafik organesh dhe përfshirjen e UÇK-s, si dhe që përmendte të ashtu quajturën shtëpi e verdhë. Në raportin e zotit Marty dhe në komente të reja të zonjës Del Ponte thuhet se Shqipëria nuk ka bashkëpunuar me hetimin. Shqipëria ka reaguar me forcë ndaj këtyre pohimeve, si dhe ndaj raportit. Shqipëria dhe Kosova nuk mund t'i shohin më këto gjëra duke qenë në pozitë defensive, siç ka ndodhur me akuza të hedhura më herët për krime lufte nga reagimet që ka pasur themi Serbia, apo Kroacia, apo Bosnia për raste e krimeve të luftës së tyre. Por t'i shohin këto gjëra të angazhohen që të tilla gjëra, nëse ekzistojnë të tilla akuza, amendësime apo supozime, ti investigojnë seriozisht në mënyrë profesionale dhe pa pasur presione politike.
Zoti Raxhimi thot se akuzat nuk duhet të anashkalohen si komplote antishqiptare, por në një rajon ku me sa duket megjithse kanë kaluar 10 vjet nga lufta, plagët nuk janë mbyllur, është vështirë që të shihen me ftohtësi çështje të tilla me ngarkesa emocionale. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.